ne kemi fillu hetimet edhe sa i përket çmimeve të energjisë elektrike në vitin 2024. Veç qeveria po vendos çmime tavan për barna, ka vendos për çmimin e naftës, ndërsa në anën tjetër për energjinë elektrike prej rregullimit po vendosim në një sistem ku mundet me bë çka do dojnë furnizues apo? Furnizues nuk kanë mundësi me bë çka do dojnë. Ju e dini që edhe në të kaluarën zëroja është në monitorim të përhershëm të këtyre furnizuesve. Kushdo që përdor pozitën dominuese është vepër penale dhe zëroja konform legislacionit fuqi do t'i marrë masat e nevojshme. Ne kemi dëshmuar edhe në të kaluarën, kemi pas raste kur këta furnizues nuk kanë apëruar sipas licencës dhe kanë marrë dënimet sipas si më thonë shkeljeve që kanë bërë në raport me tregun e energjisë. Ju e dini që para 2 viteve ne kemi dënu Keskon dhe Kesin rreth 11 milion euro, Kekun 3.2 milion euro dhe Kostin rreth 500.000 euro. Për shkak të shkeljeve që kanë bërë në tregun, si më thonë, në sektorin e energjisë ose për shkak të shkeljeve që kanë bërë në raport me thimjen e mos operimit sipas kushteve të licencës. Me përmendet sa vit më po për vitin 2024 ai duke bënë e hetim, a ka pas shkelje apo s'ka pas? Ne kemi filluar, sa i përket edhe në vitin 2024, unë përmenda që gjithmonë jemi në monitorim të licencuarve tonë. Ne kemi filluar në vitin 2024 edhe një hetim sa i përket çmimeve të kapaciteteve interkonektive. Mirë po, si që dini ju, zakonisht zëroja nuk bën publike me qenë se nuk dëshirojmë të dëmtojmë hetimet. Mirë po, ne kemi fillu hetimet edhe sa i përket çmimeve të energjisë elektrike në vitin 2024 në raport me çmime e kapitalit. Në dhjetor të vitit 2024. Ky proces ka filluar në dhjetor të 2024. Ne jemi duke mbledhur dhëna, mirë po jemi tu prit dhënat edhe nga vendet e regionit, me qenë se ky aspekt ndërlidhet edhe me shtetet e regionit. Mirë po, ju e dini, thash edhe më herët, zëroja edhe në hetimet e vitit kaluar kur kemi thonë para 2 viteve, ky proces gjatë, minimalisht 2 deri në 3 vite, me qenë se në këtë fazë ne nuk kemi çka të ndajmë me publikun, edhe shumica për këtyre dhënave që dalin nëpër media të ndryshme janë të marrën nga ana zërojes, edhe aty ku kemi pas mundësi me i ndaj, kemi ndaj mirë, po në rast se kemi konsideruar që nuk e dëmtojnë hetimet që janë të filluara nga ana zërojes.